Kam provuar t'i mbyll syt një hap dhe t'i çel prap. Kush është ai djalë që ecën duke u epuar për gjatë murit? E shoh për herë të parë, është një paaft fizikisht. Mendoj se si do të kishte qenë jeta ime pa të. Jo, nuk mundet. Mund të përfitojmë shumë jetë, por jo të heqim dorë nga e jona. Kjo është një copës jetë e hedhur mbi faqet e librit Të lindur dy herë nga Giuseppe Pontigia. Jeta e një djalë e cila përcillet në libër mes dramës, komikes, hidhërimit e groteskës. Autori i librit Të lindur dy herë është italiani Giuseppe Pontigia. Giuseppe Pontigia njihet në Itali si një autor mjaft interesant dhe specialist i narrativës. Ai jo më kot, vazhdon edhe sot edhe kësaj dite, jep mësime në universitet për narrativën, pra për tregimtarinë artistike. Ai është njohur jo vetëm në Itali, por edhe në Europë. Edhe libri Të lindur dy herë është një libër i cili ka fituar çmimin e Europës. Romani i Giuseppe Pontigia rrëfen marrëdhënien e një babai me djalin e tij me aftësi të kufizuara. Një baba që mëson nga i biri artin, ose më saktë forcën e artit të jetuarit jo normal. Është një libër që është pak të thuash është interesant. Jo, ai nuk është libër interesant. Ai është libër i domosdoshëm. Është libër i nevojshëm, për cilin ne njerëzit, po themi normal, në thojza, kemi nevojë të mësojmë se çdo të thotë të rritesh dhe të jetosh me një fëmijë me aftësi të kufizuara në shtëpi. Në këtë jetë tjetër shpjegohen të gjitha frikrat, shpresat, situatat, si evoluojnë ato, jo dita ditës, po dhe ora orës, si sillet babai, mamaja, motra, vllai, si sillen të afërmit. Rreth dy protagonistëve vërtitet një dorë personazhesh që mishërojnë reagime të ndryshme karshi handikapit. Kjo ndodh nga që fëmijët me aftësi të kufizuara lindin dy herë, të parën të papërgatitur për botën, të dytën duke u besuar inteligjencës dhe dashurisë të tjerëve. Me qendër të këtij libri është vendosur babai, të cilit i ka rënë shorti, mund të themi, që të merret me këtë fëmijë me aftësi të kufizuara. Dhe rrotull ti sillen një turm e tërë njerëzish, edhe këta po e themi në thojza, sepse autori i ka vënë një vend të veçantë edhe atyre. Tregon ata njerëz që janë hipokrit, që bëjnë sikur ju vjen keq kot. Janë ata njerëz që vërtet ju vjen keq, por sido që tjetë thonë 2-3 fjalë sa për të kaluar radhën. Por ajo çka është më e rëndësishme në atë që ka dashur të thotë autori në këtë libër, është vetë titulli, Të lindur dy herë. Të lindur dy herë do të thotë që fëmijët me aftësi të kufizuar herën e parë dalin në jetë të papërgatitur. Kurse lindja e dytë i jep atyre mundësinë t'i besojnë njeriut më të dashur i cili do të merret me ta. Të lindur dy herë thërret mira fate, të cilat gjejnë forcën për te vetvetes, për të lindur së dyti dhe për të jetuar. Të gjithë në ditët e sotshme kemi nevojë për të lexuar të tillë libra. Ky libër të fut me të vërtet brenda botës së një familje, së një jete që ka dhe një problem të tillë. Ka një fëmijë me aftësi të kufizuara. Ndaj ne të gjithë, pasi ta kemi lexuar të libër, do dalim të përgatitur, të paktën psikologjikisht, që të bëhemi të fortë dhe ta kemi mendjen të përgatitur. Pontigia i lindur me prirjen për të shkruar e filloi karrierën e tij qysh herët, ndërkohë që vazhdonte studimet e larta. Ai është cilësuar si një nga mjeshtrat e narrativës.